Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Mos i fusni në gojë këto ushqime nëse vuani nga artriti. Artriti reumatoid është një sëmundje e rëndë inflamatore e karakterizuar nga dobësimi i nyjeve dhe indeve lidhore të kockave që prek gati 1% të popullatës në botë. Mund të shfaqet në çdo moshë, edhe pse të dhënat të ndryshme kanë treguar se target grupi më i rrezikuar i përket moshës nga 20 deri në 50 vjeç. Një fakt interesant është se femrat rrezikojnë 3 herë më shumë se sa meshkujt të shfaqin artrit reumatoid, citon The Health Site. Kjo sëmundje e rëndë autoimune shkakton edhe deformime të dukshme të kockave, ndonjëherë edhe ndjenje të vazhdueshme të ngurtësisë, kufizim të aftësive për të lëvizur e të tjera. Në këtë video do ju njohim me ushqimet që nuk duhet t'i hani nëse vuani nga artriti, sipas The Health Site. Nën produktet e qumshtit. Pjesa më e madhe nën produkteve të qumshtit përmbajnë kaezin, një lloj proteine e cila shkakton inflamacion. Studime të ndryshme kanë treguar se kaezina irriton indet që rrethojnë nyje dhe shkaktojnë dhimbje dhe inflamacione të tyre. Vaj i mistrit. Vaj i mistrit përmban nivele të larta të acideve yndyrore omega-6, këto të fundit që ekuilibrojnë balancën e acideve yndyrore omega-3, duke shkaktuar inflamacione të nyjeve. Hiqni dorë nga vajrat si vaji i farave të rrushit dhe vaji i sojës. Ushqimet e skuqura dhe të përpunuara. Një studim i vitit 2009, publikuar në Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, arriti në përfundimin se ushqimet e skuqura dhe të përpunuara përmbajnë një toksinë të quajtur glutacion, e cila ndikon drejt për së drejti në oksidimin e indeve lidhëse të nyjeve dhe qelizave të tjera trupore, duke shkaktuar kështu përkeqësime të gjendjes suaj dhe duke ndikuar në mënyrë të drejt për së drejti edhe në shëndetin tuaj. Prandaj nëse vuani nga këto probleme, duhet të evitoni me patjetër këtë ushqim. Një tjetër produkt i cili ndikon negativisht në shëndetin tuaj dhe shkakton gjithashtu probleme të theksuara të nyjeve është edhe konsumi i tepërt i kripës në dietën e përditshme. Nëse e teproni me sasinë e përditshme të kripës në dietën tuaj, dijeni se po i bëni një favor të madh problemeve të artritit, duke përkeqësuar gjendjen dhe duke ndikuar gjithashtu në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Prandaj në këtë rast duhet ta evitoni sa të mundeni. Sa më shumë të rritet presioni i gjakut, aq më shumë do të shtohen dhimbjet e artritit. Prandaj, ekspertët vazhdimisht këshillojnë që kripën ta evitoni nga dieta juaj jo vetëm nëse vuani nga artriti, por ajo do të ndikojë drejt për së drejti edhe në shfaqjen e problemeve dhe komplikacioneve të ndryshme kundër hipertensionit. Në dietën tuaj duhet të evitoni bukën e bardhë. Studimet kanë treguar dhe kanë provuar se karbohidratet e përpunuara që gjenden te buka e bardhë shkaktojnë një formim të AGEs, e njohur ndryshe si kompozent i avancuar i glikocionit, i cili ka pasoja që ndikon në rritjen e inflamacionit në trup dhe shkakton gjithashtu artrit. Yndyrat trans të prodhuar në mënyrë artificiale janë të dëmshme për personat që vuajnë nga artriti. Kur blini vaj, përveç çmimit, kushtojini rëndësi edhe etiketës së tyre. Për shembull, vajrat ku shënohet pjesërisht të hidrogenizuar duhet të shmangen, sepse kanë në përmbajtje të tyre yndyra të pangopura që shpërbëjnë strukturën e proteinës C reaktive. Kujtojmë se kjo e fundit është një proteinë normale sekretuar nga mëlçia në përgjigje të inflamacionit siç është artriti ose çfarëdo lloji infeksioni në trup. Vaji i sojës dhe vaji vegjetal. Vajrat vegjetal janë të pasur me acide yndyrore omega-6, ndërsa acidet yndyrore omega-3 janë të nevojshme për zhvillimin dhe rritjen normale të një njeriu, ku dieta standarde perëndimore pritet të jetë shumë e lartë në to dhe konsumi i tepërt i tyre mund të shkaktojë prodhimin e kimikateve proinflamatore. Një studim i vitit 2012, i botuar në Journal of Nutrient and Metabolism, zbuloi se një raport më i lartë i acideve yndyrore omega-6 dhe omega-3 lidhet me një rrezik në rritje të zhvillimit të sëmundjeve kronike inflamatore, duke përfshirë edhe artritin. Produktet e përpunuara mund të ndikojnë negativisht në çështjet tuaja imunitare. Produktet e përpunuara kanë në përmbajtje të tyre përbërës proinflamator,
karbohidrate ose sheqerna të përpunuara, yndyrna artificiale, vajra bimore që ndikojnë në përkeqësimin e sëmundjeve inflamatore, siç është edhe problemi i artritit. Prandaj, në rast se vuani nga artriti dhe doni të shpëtoni nga këto probleme, duhet të tregojeni të kujdesshëm me menun tuaj ushqimore. Sa më shumë produkte anti-inflamatore të përfshini në dietën tuaj, aq më të lehtë do ta keni edhe përballimin e këtij problemi. Gjithashtu, evitimi i ushqimeve të tilla një herë mirë nga dieta juaj do të ketë një ndikim pozitiv edhe në shëndetin e kyçeve. Nëse po vuani nga dhimbjet e artritit, zgjidhja dhe konsumi i ushqimeve të duhura mund të funksionojë për të lehtësuar dhimbjet. Studimet vazhdojnë, megjithatë shkencëtarët kanë zbuluar se ushqimet e caktuara mund të lehtësojnë inflamacionin dhe dhimbjet e lidhura me artritin, citon Andrea Dunn, dietologe certifikuar në Institutin e Sëmundjeve Digjesive të Klinikës Cleveland. Në dietën tuaj, nëse vuani nga artriti, nuk duhet të mungojë salmoni, sardele dhe skumbri. Këto 3 lloje të peshqve janë të pasura me acide yndyrore omega 3, ku studimet kanë zbuluar se mund të lehtësojnë inflamacionin. Ekspertët thonë se vetëm 2 racione në javë mund të ndihmojnë në lehtësimin e kyçeve. Çaji jeshil. I pasur me lëndë ushqyese dhe antioksidues, çaji jeshil njihet për uljen e inflamacionit. Studimet e kryera te kafshët kanë treguar gjithashtu se mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të artritit reumatoid. Çokolata e zezë. Një tjetër ushqim i lartë në antioksidues, ku studimet kanë treguar se lehtëson inflamacionin. Blini produkte që kanë në përmbajtje të paktën 60% kakao. Vetëm i konsumoni me moderim për të limituar yndyrnat e ngopura dhe kaloritë. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni frutat e pyllit. Frutat e pyllit gjithashtu kanë në përmbajtje të lartë antioksidues. Ato janë sidomos të mira nëse po merrni ilaçe për artritin, sepse përmbajtja e lartë në fibra të këtyre frutave mund të ndihmojnë në lehtësimin e kapsllëkut që zakonisht mund të shkaktojnë ilaçet. Në dietën tuaj duhet të përfshini edhe mollët. Ky frut është i pasur me antioksidantë dhe është një burim i mirë i fibrave. Mollët mund të largojnë dëshirën për të ngrënë me zvagte të pashëndetshme. Vaj ullirit. Përpiquni që lloje të tjera të vajit i zvendësoni me vaj ulliri, i cili ka në balancë të mirë të acideve yndyrore omega 3 dhe omega 6, të dyja këto lloje esenciale të acideve yndyrore. Për më tepër, studimet kanë zbuluar se një komponent të vaj ullirit i quajtur oleokantal ka veti të mira anti-inflamatore. Frutat e thata. Të gjitha llojet e frutave të thata janë të larta në proteina, të ulta në yndyra të ngopura dhe nuk përmbajnë kolesterol, ndryshe nga proteina shtatëzore. Ndryshe nga produkte shtatëzore, frutat e thata janë një burim shumë i mirë i fibrave. Zgjidhni fruta të thata të pakripura për të limituar kështu sasinë e sodiumit në dietën tuaj. Ndjekja e një diete të pasur me fruta të pasura mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë edhe në forcimin tuaj të nyjeve, duke evituar kështu edhe problemet e komplikacioneve të kockave që mund të lidhen vazhdimisht me moshën. Frutat e thata, kryesisht arrat, lajthit, bajamet, stikat, janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për dietën tuaj, jo vetëm për nyjet, por edhe për shëndetin e trurit. Xhenxhefili dhe shafrani indiz gjithashtu mund të bëjnë aleatët tuaj më të mirë të shëndetit. Këto erëza kanë veti anti-inflamatore. Studimet kanë treguar se përbërësit kimik të këto bimë mund të lehtësojnë inflamacionin. Salca. Konsumi i salcës është një mënyrë shumë e mirë për të rritur sasinë e vitaminës C, fibrave dhe antioksiduesve. Falë përzierjes së domates, qepës dhe perimeve të tjera në dietën tuaj, do të mundeni të përmirësoni shëndetin e nyjeve dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë pasi është i pasur me vitaminën D, kalcium dhe elementë të tjerë ushqyes për shëndetin e kockave. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta keni dëgjuar këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.